Në 10 vjetorin e themelimit, organizata humanitare Dora e Rinis ka zhvilluar një mega aksion humanitar i cili ka për qëllim begatimin e sofrave të Ramazanit tek familjet me status të rrezikuar social. Mbi 100 pako do t'ju ndahen po kaq familjeve nga një donator që dëshiron të mbetet anonim, pasi që këtë vepër e bën për të ngelur vetëm mes tij dhe Zotit. Kështu deklaroi Hasan Ibrahimi nga organizata Dora e Rinis, duke paralajmëruar se aktivitetet e këtilla do të ketë gjatë gjithë Ramazanit dhe gjithë kjo me qëllim që asnjë familje të mos e ketë brengën e furnizimit derisa donatorë të shumtë presin në radhë për të ndihmuar. E me që ky aktivitet vjen pas një fatkeqësie që ka kaluar fshati Forin, ai uron që ngjarje të tilla siç ishin vërshimet e 2 ditëve më parë të mos përjetojnë më as Forina dhe as një vendbanim tjetër. Pikë së pari njerë më lejoni që në emrin tim personal, në emër të shoqatës, në emër të familjes time, të gjithë bashkëvendasve mi, që u them e kaluar qoftë dhe të këqija mos pafshim vetëm të mira. Sot gjithashtu vlen të theksohet që është edhe 10 vjetori shoqatës tonë humanitare Dora e Rinis, 10 vite bashkë, 10 vite bamirësi, 10 vite dashuri mes neve dhe njerëzve që kanë kërkuar lëmosh nga ne. Gjithashtu ne kemi sot një mega aksion ku do shpërndajmë mbi 100 pako ushqimore e më shumë, ku vlera e pakove është 43 euro, afër 4.300 euro është një person anonim nga qyteti i Gosivarit, i cili nuk do të prononcohet për kamerat, do të ngelet anonim. Gjithashtu edhe një nga fshati Forin i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Gjithashtu vlen të theksohet që do kemi shumë aktivitete humanitare gjatë ditëve në vijim. Nuk ngelet gjë tjetër veç që ju them faleminderit e Zoti ju shpërblef me gjithë të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Kujtojmë se Ramazani nuk është vetëm përjetim individual, por është periudha kohore kur besimtarët i shtojnë veprat e mira me qëllim për të arritur kënaqësinë e Zotit. Andaj edhe organizata Dora e Rinis zotohet se do të jetë pranë nevojtarëve gjatë gjithë Ramazanit, por edhe në çdo periudhë të vitit, siç ka qenë për 10 vite me radhë.